Falënderimi i takon krijuesit të gjithësisë, falënderimi i takon atij I cili bellegha lana Ramadan, na mëson neve që të arrijmë këto ditë dhe të përjetojmë këto ditë të madhëruara, këto ditë të mbushura plot me sevape të këtij muaji të begatshëm, të muajit të Ramazanit. Falënderimi i takon atij I cili na I mlodhi zemrat tona në këtë muaj të begatshëm, në taravihët tona, në gjumatet tona, në iftaret tona. Felekel hamdu Rabbi wa leke shukr. Falënderimi takon ty o Zot, falënderimi takon ty o krijuesi ynë, dhe shukrin ton vetëm ty. Madhnistan dhe ja dedikojmë. O vëllezër të nderuar, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, I dashur I Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, një ditë prej ditësh hypi në minber dhe ju tha: ja ejunas, o ju njerëz, ngret zanin e tij në mënyrë që ata të cilët ishin prezent të dëgjonin për fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të krijonin vëmendjen në atë që do thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha I dashur I Zotit: atakum shahrun adhimun mubarak. Po ju vjen një muaj plot madhështi, një muaj plot bereqet, një muaj që më I madh se sa ky muaj. Besimtari kur në të 12 muajt e vitit nuk mundet dot që të arrijë një muaj të tillë. Dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dëgjuan në vëmendje atë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po I thoshte më mbrapa. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: në këtë muaj Allahu ja u bani farz e juve haxhërimin tuaj. Në këtë muaj ai I cili fal një farz do t'i shënohen 70 farze. Në këtë muaj ai I cili fal një nafile do t'i shënohet sikurse ka fal një farz. Në këtë muaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbyllen dyert e xhenemit dhe hapen dyert e xhenetit. Në këtë muaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbyllen shejtanët me zinxhir. Në këtë muaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është një natë e bekuar, Lejletul Qadr khairun min alf shahr. Është një natë e cila është më mirë se sa një muaj. O vëllezër të nderuar, qale Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala, ka thënë Ibn Rajabi kur e ka komentuar këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: al-hadith hada aslun fil bishara al-mu'min. Ky hadith është origjina e përgëzimit të besimtarit në këtë muaj të madhëshëm të Ramazanit. Ja ejuhannas, o ju njerëz, dijeni për kësaj hebe, dijeni për kësaj gjumaje, se vallahi muaj më të madh se sa muaj I Ramazanit, kur vallahi neve nuk do të përjetojmë. O xhamat të nderuar, Sadak Ibn Rajab rahimahullah ka thënë vërtetën Ibn Rajabi, Allahu e mëshiroft, sepse vallahi nuk ka përgëzim më të madh për besimtarin se si tregosh që ti tregosh se ky muaj është adhim, madhështor, ky muaj është mubarak, plot me begati dhe plot me bereqet. Wallahi Sadak ka thënë vërtetën Ibn Rajabi, sepse vallahi o xhamat të nderuar, nuk ka përgëzim më të madh që jepet besimtarit se po jenë muaj I cili zemrat e besimtarëve e presin me padurim. Sytë atyre që ndërtojnë për hir të Zotit e presin me padurim. Sytë atyre të cilët ngrihen në herë për syfyr edhe marrin në namazet e taravive, në namazet e natëve të tyre, ata nuk flenë ridhan lillahi subhanahu wa ta'ala, që të kënaqen, të fitojnë kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Prandaj nuk ka bishara më të madhe për besimtarin kur ti tregosh se po të vjen muaj I madhëshëm I Ramazanit. O xhamat të nderuar, vallahi a ka përgëzim më të madh për besimtarin se ta lejmërosh që një farz I joti tek Allahu dhul xhelal për hatër të muajit të madhëshëm
shënohet me një farz, dhe kjo nuk tregon tjetër, vetëm rahmetin atij i cili i ka dy emra, dhe emrat e tij janë të bukur, të gjitha janë të bukura, cilësitë e tij janë të gjitha të mira. Ar-Rahman Ar-Rahim, është mëshiruesi, është mëshirëbërësi, i cili për robën e tij në këtë muaj e ka hapur derën në rahmetin, deri aty ku nuk e imagjinon dot besimtari, e vallahi o vëllezër, e ka hapur derën në rahmetit, e ka hapur derën e mëshirës, dhe nuk ka përgëzim më të madh se sa ta përgëzosh besimtarin në këtë muaj të mëdhshëm, që o besimtar, ja ibn Adem, o birë i Ademit, tu kanë hapur dyert e xhenetit dhe tu kanë mbyllur dyert e xhenetit, dhe vallahi nuk ka përgëzim më të madh për besimtarin se sa ti thuash shejtanët janë lidhur me zinxhir. Aktiviteti i tyre në muajin e mëdhshëm të Ramazanit është zero, përveç atij që e hap derën vet. Zoti na ruaj prej tyre. Amin ya rabbel alamin. O vëllezër të nderuar, o xhamat të nderuar, vallahi nuk ka mundësi më të madhe, nuk ka përgëzim më të madh për besimtarin që ti thuash përgëzohu, ebshir ja mumin, përgëzohu besimtar, sepse në këto letë të cilat do të na vinë, në të ndodhet nata e katërt më mirë se sa një muaj. O xhamat të nderuar, vallahi nuk ka përgëzim më të madh për besimtarin se sa ti thuash ja mu'min, o besimtar, përgëzohu se Allahu fi kulli lejletin utqa min an-nar, çdo natë Allahu shpëton prej zjarrit të xhenemit krijesa pafund të cilat falin taravih, të cilat agjërojnë, të cilat ja japin madhështinë të muaj, sikurse thënë Allahu azza wa jall, e nuk ka përgëzim më të madh për besimtarin se ti thuash ja mu'min, o besimtar, a din se në natën e katërt prezenca e lajkeve si rezultati rahmetit të Allah, thot Ibn Abasi, në tokë është më e madhe se sa numri i buralecëve që ka toka, rahmeten bi ibadihi, mëshirë për robërit e tij i dërgon Allah këtë me lajken tonë subhanahu wa ta'ala. O vëllezër të nderuar, wallahi nuk ka përgëzim më të madh për besimtarin se sa ti thuash fima rawan Abu Hurairah radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam, në atë që transmeton Abu Hurairah radhiyallahu anhu prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai cili agjeron Ramazanin, ai cili agjeron Ramazanin me iman dhe duke prish përblimin tek Allahu azza wa jall, Allahu Jalal do t'ja falë atij mëkatet e gjunat që ka bërë. Wallahi nuk ka përgëzim më të madh për birin e Ademit që Allahu po ja falka mëkatet e tija. Wal hadith rawahu al-Bukhari wal Muslim. O vëllezër të nderuar, nuk ka përgëzim më të madh vallahi për besimtarin në këtë muaj se hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e transmeton Abu Hurairah radhiyallahu anhu dhe që thot është janë gjunne, Ramazani është ngurore për atë i cili agjeron, që kur ta takojë Allahun azza wa jall, ta takojë në agjerim të plot, në agjerim të shpërblyer, në agjerim të pranuar tek Allahu azza wa jall. E nëse dikush në Ramazan kërkon me të bërë dhe një padresi, nëse dikush në Ramazan ta thot një fjalë keqe, nëse dikush në Ramazan të përbuzë në Ramazan, ta përbuzë Ramazanin tanë, agjerimin tanë, falin e buzët tua, thuaj, unë saim, unë jam agjerueshëm për hir të Allahut. Wallahi nuk ka përgëzim më të madh, o vëllezër të nderuar, kur t'ja lësh atij tjetrit Allahun azza wa jall për hatër të Ramazanit tanë. O xhamat të nderuar, nuk ka përgëzim më të madh për besimtarin se sa fjala Allahut azza wa jall të hadith qudsi të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yarwi an rabbih, e transmeton prej Zotit të tij, ku Allahu azza wa jall thot çdo punë
është e birit e Ademit ila son, përveç se Ramazanin, unë do ta shpërblej atë. Agjërimin e shpërblet Allahu, ene ezru bih, unë do ta shpërblej. Ditën kur do të më takojë robjen, edhe do t'i them, o robjen, qa ki bërë për hatër temin, edhe të më thoje, ja Rabbi, kam agjëruar për hirë të mamis tënde, dhe do t'ja nisë për të Ramazani. Nuk ka peshore që i peshon ato, edhe nuk ka peshore cila mundet mi baj shpërbimet e që muaj të mëndusën të Ramazanit. O vlezër të ndëruar, wallahi, nuk ka përgëzim më të madhë, bre, wallahi, nuk ka përgëzim, bre, wallahi, tallahi, se sa hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thot, aroma agjëruesit të gorës së tij në prag të iftarit, kur i lutet Allahut për rahmet, kur i lutet Allahut për mëshirë, është më e dashur tek Zoti se sa aroma e miskut. Wallahi, o gjematin ndëruar, nuk ka përgëzim më të madh për besimtarin se sa hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thot, Allahu ja u kalon bereqetin e këtij muaji në syfyret e juaja, prandaj bani syfyr, qoftë edhe me një gjysgote ujë, sa e gjysgote e mban komplet bereqetin e këtij muaji të mëndshëm të Ramazanit. O gjematin ndëruar, a ka përgëzim më të madh për këtë ummet? A ka përgëzim më të madh për ne? A ka përgëzim më të madh për pasuesit e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që do të na mjaftojë ditën e gjykimit, që kur Allahu azza wa jall na sjellë para tij subhanahu wa taala, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan wal-Quran يشفيان عند ربهما يوم القيامة. Ramazani dhe Kurani do t'i thonë Allahu azza wa jall, ja Rabbi, ja Rabbi, do t'i thojë Ramazani, o Zot fale për hatër të mamis teme, o Zot fale për hatër të mamis teme, sepse ja Rabbi e kalon ushimin e ti, e kalon pirin e ti, e kalon qefin e ti, vetëm për hatër temin, dhe i thot Allahu, e kam falur për ty, dhe nuk ka përgëzim më të madh vallahi, o vëllezër të nderuar, o xhamati i bekuar, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur thot se Kurani do të ndërmjetësojë për robën ditën e gjykimit, do t'i thojë, ja Rabbi, në ato namazet e taravive, ka qenë i lodhur, i raskapitur, në ato namazet e natës, nuk e kanë mbajtur këmbët prej gjumit dhe prej lodhjes sikletit e prej jetës së tij. Ama qëndroi deri kur mbaroi imami dhe i thot Allahu azza wa jall, për hatër të teje unë e kam fal, dhe na fal Allahu për hatër të Ramazanit dhe për hatër të Kuranit. O vëllezër të nderuar, hadha shahr mubarak, ky muaj i begatshëm, gati iki 2/3 ati, ja Rabbi, inshallah me ka bo kabul, dhe mbetet vetëm se pak ditë të numëruara me gishtat e tona, prandaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith të tij, ja baghi al-khayr aqbil, ja baghi al-khayr aqbil, ja baghi al-khayr aqbil, o ti që do në hajrin, shfrytëzoj këto që kanë mbetë me këtyre ditëve, Zoti inshallah në këtë veç të shfrytëzojnë, amin ya rabbel alamin. Wa ya baghi ash-sharr aksir, o ti i cili vetëm sharr, goja jote, duart e tua dhe këmbët e tua din me ba, dhe nuk din me ba hajr kur, aksir, Allah, se je muaj në mëndshëm të Ramazanit, a nëse nuk ndalesh në Ramazan, nëse nuk ndalesh në këtë muaj të bekuar, atëherë e kur të ndalesh. O gjëllë të ndëruar, më saboni se këtë muaj mbi vetën e ti ka shpërbimin e Allah dhe gjelal. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.